Bardh Shpaja, një këngëtar i njohur i Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, por edhe një super tifoz i Vllaznisë, edhe sot është në shallin në qafë, duke marrë pjesë në këtë ceremoni për 107 vjetorin e Vllaznisë, si tifoz i Vllaznisë. Jenë rrollë, por një uroj Vllaznisë me gjithë zemër, se unë jam rrit me Vllazninë. Ta thamë me plot gojë sepse qysh fmisa Grimo, kam shku stadium e baba jem pas të rahmet, ka përpunu shkallë atë stadiumit edhe kam shumë kujtime qysh ata vite, qysh sa Grimo shkosh të ndjek me të vjetër që dihet me dinxhege e kompanisë, s'po e përmendi me emra gjithë, po gjithsesi unë ja uroj Vllaznisë se ke Vllaznia shpirti e zemra jonë, na as boks mund ham kur hum Vllaznia ose diçka të shkon keq, sepse jena rrit me këtë skuadrë, kjo është skuadra më e madhe që ekziston në Shqipëri. Bardhi, ju realisht shikoheni në çdo ndeshje, jo vetëm në stadiumin Loro Boriçi, por edhe jashtë Shkodrës, ka tregon se ju dhe grupi juaj jeni besnik të Vllaznisë. Është e vërtet, ne vim çdo ndeshje, biles edhe në rreth e kena shku shumë herë, e kena pas, sidomos edhe me këta shoqërat e ndërmend që vazhdimisht kena shku çdo rreth. Po ka domon nga ngarkesa e punës që kena na normalisht që na pengon pak, por për Shkodrën nuk lam ndeshje pa. Ju thamë se jeni edhe një këngëtar ekspikator dhe në gëzimet në rastet që Shkodra i ka me shumicë shpeshherë dhe shumë herë përfshirje në repertorin tuaj të Vllaznisë. Është e vërtet. Mu me të peng faktikisht diçka që mas një kohë unë do të realizoj edhe unë një material për Vllazninë, pavarësisht se i molli Bujer Xhamili ka realizuar shumë këngë për Vllazninë, po unë e ndjej si obligim shpirtëror për Vllazninë se është një emër i pavdekshëm. Vllazni, shumë faleminderit për ju, suksese edhe urime Vllaznisë.